Çfarë është agjenti AI? AI ka mundësi që të përdorë mjete që të bëjë edhe punë për ne. Si mund të përdoret një agjent AI? Ekzistojnë dy qasje. Studentët e rinj të vazhdojnë me informatikën, me programimin, apo mirë se vini të dashur Shqipfolës, kudo që ndodheni. Në episodin ton të parë të podcastit, i cili mbështetet nga EduFair, është një program i sponsorizuar nga Bashkimi Evropian që promovon politikat dhe strategjitë e AI-t në Akademinë Shqiptare dhe Kosovare, por në rajon Sigjeri. Në podcastin sotëm do flasim për agjentët e AI. Janë pikërisht kjo teknologji e fundit që dëgjojmë gjithandej, e cila kemi parë që në mënyrë shumë të heshtur dhe të qetë po revolucionon, le të themi, çdo lloj industrive. Fakti është ai lloj qetësie që ka sot çdo shoqëri sot, po përfshi shoqëria shqiptare, që në fakt mua më ka bërë sot për ta sjellë të temë në vëmendjen e komunitetit mbar shqiptar. Për të parë se kjo qetësi është ajo qetësia përpara, le të themi, çdo stuhie. Dhe në mënyrë që ne të jemi të përgatitur për këtë stuhie, dhe nuk e di si do vi, por ta presim atë dhe të jemi të përgatitur. Ndaj unë do doja ta ceklim atë sa më gjatë dhe gjerë brenda hapësirës dhe formatit që ka podcasti i sotëm, që nuk është më shumë se 20 minuta. Atëherë, pa u zgjatur më tej, dëshiroj që të shpall dhe të shfaq para jush pikërisht Fisnik Dokon, i cili është bashkuar këtij podcasti sotëm, i cili do na flas më gjatë për agjentët e AI. Fisniku shkurtimisht mund të them që është, le të themi, një profesionist me përvojë në fushën e ndërtimit të aplikacioneve AI, gjithashtu është një trajner, lektor në universitet që edukon. Por, le të fillojmë pa humbur kohë më tej për të fokusuar, për të përqendruar dhe përvoja e tij. Fisnik, mirë se erdhe dhe kënaqësi të kem në podcast. Faleminderit për ftesën, kënaqësia ime të jem këtu sot bashkë me ju. Dua që të shikojmë së bashku dhe të fillojmë nga pika e parë. Ti ke filluar që në fillim të herës, le të themi, me fushën tënde të doktoraturës dhe më pas me aplikime në fushën e agjentëve të AI, dhe ke parë, le të themi, në mënyrë praktike si përdoret agjentët e AI. Çfarë mund të thuash nga përvoja jote, nga kjo çfarë ke mësuar deri më sot, se çfarë hapash do të ndiqen që të kemi një aplikim të shëndetshëm dhe të duhur dhe të agjentëve të AI në një industri, ndoshta industrinë financiare që ti do ke prekur më gjerë, por dhe të tjera, në mënyrë që mos të ngelet thjesht tek AI që përdorim ne ditën e sotme, pjesa dërmuese të paktën, tek pjesa e ChatGPT-s apo Gemini, thjesht shkruajmë një prompt dhe më një përgjigje dhe kaq, por të kemi diçka më të strukturuar. Por le ta fillojmë fillimisht, na thuaj me dy fjalë, çfarë është agjenti AI dhe më pas si aplikohet ky në industri të caktuar. Po, faleminderit. Së pari dua të rriqem mbas pak ta jap fotografinë më të madhe. Kur flasim për AI, flasim për diçka që ka ekzistuar prej viteve 1950-1960. Ka evoluar në 9 fusha, machine learning, neural network, deep learning, e gjitha këto, po deri para rreth 4 viteve që ta përdorshim këtë lloj AI, ose që ta përdorshim AI, na duheshte dije mjaft e madhe në mënyrë profesionale, që në mënyrë të programimit të shfaqemi, ta përdorim AI. Dhe kjo ishte, domethënë, AI ishte i mundur të përdoret vetëm nga profesionistë IT. Kurse nga rreth 4 vite më parë e kemi në fushën generative AI, që në fakt gjeneron përmbajtje, duke qenë tekst, audio, video, dhe përveç që gjeneron secili nga ne, secili i cili do lloj profesioni, vetëm duke i biseduar, duke i folur ose duke i shkruar diçka, në fakt është duke përdor AI. Dhe kjo e ka ndryshuar gjithë konceptin dhe është duke bërë revolucion mjaft të madh në jetën tonë të përditshme. E tash AI para 4 viteve, themi, lindi si lloj chati. Flasim ChatGPT, ku kishte dije të madhe publike, e pyesim na përgjigjet dhe kjo ishte në rregull. Mirë, po më pas filloi normalisht të zhvillohet në fusha të ndryshme, të specializohet themi. Pas chatit general, si fushë e ardhshme ishte ta ushqimet dhëna tona private, personale, themi, nga lëndët edukative ose nga kompania me dhëna private. Pas zhvillimit të rek dhe pas themi ndihmës që kemi nga chati, na duheshte një ndihmë e madhe dhe lindi nevoja që ky AI të ketë nevojë për mjete. Dhe këtu lindin edhe këto agjentët ose asistentët, ku përveç që e ka trurin si LLM, AI ka mundësi që të përdorë mjete që të bëjë edhe punë për ne. E tash çfarë mjete realisht mund të përdor?
duke nisë më thjesht mund dërgoj email për ne, mund lexoj email për ne, mund bëj punë duke u lidhur nga këto mite të tjera dhe të themi na lehtësoj jetën e. E tash përveç përdorimit që në masë të gjerë në rajonin tonë është përdorim vetëm për pyetje të përgjithshme, realisht që të marrim më të mirën nga AI, ne duhet mundohemi ato procese të cilat i kemi themi të përsëritshme ose ku një zaventësues i joni mund të na ndihmojë që ne të kursejmë nga koha jon, të kemi themi kohë më efikase për punë tjera në jetë ose për punë më me rëndësi se sa punë thjeshta të harxojmë kohë, aty mund të fusim përdorimin e AI. Se si të duke është një agent i thjesht, le të imagjinojmë ne ndodhemi në dyqan, e tash nëse nuk kemi ndonjë ndihmë sa dikush na ndihmon në atë dyqan të madh, mund ta pyesim agentin, mund t'i flasim në telefon, mund të shkruajmë për na intereson ndonjë produkt. Ky agent në bazë të lokacionit ton do mund të na dërgojë te ana tjetër, do mund të na tregojë navigacionin deri te ai lokacion, do mund të na japë produkte tjera të ngjashme, do mund të na japë zaventësim, do mund të na japë ndonjë recetë tjetër çka mund bëhet me atë produkt e kështu me radhë. Domethënë ideja është e zmadhojmë produktivitetin, nuk e harxojmë kohën aq shumë në punë mekanike dhe me këtë ne kemi hapësirë që të jemi më produktiv, që punën që e bëjmë të vazhdojmë sa më parë. E tash kthehemi te sfera e edukimit. Realisht sfera e edukimit është ajo pika ku nis dia, nis formimi i individëve të ri profesionistëve, qoftë edhe për zhvillimin e agentëve. Nëse kthehemi aty pakas çfarë mund ta ndihmojnë agentët, realisht mund ta ndihmojnë shumë, po ideja është ne ta kemi një qëllimin e pastër. Ta kemi idenë e pastër se çfarë duam të arrijmë, se nëse veç nisim do krijojmë një agent aksidentalisht, ai agent nuk do jetë një agent efikas. Ideja është që të kemi instruksione të pastra, qëllime të pastra dhe të kemi dije që nëse atë që e ka prodhu ta evoluojmë, nëse është e saktë, nuk është e saktë, të bazë kësaj mund të fillojmë ta zhvillojmë idenë kryesore. Nëse mundesh me një shembull caktuar në edukim, në industri caktuar, qoftë në financë, qoftë në edukim, si mund të përdoret një agent AI? Për dikë që ka dëgjuar si fjalë, por ndoshta edhe me gjithë që di të bëj është thjesht të chatoj, pra të komunikoj me mesazhe me modelin e AI dhe kaq. Pra nuk e kupton që agenti AI është diçka tjetër nga thjesht prompt apo prompting apo të shkruaj. E marrim një shembull më të thjeshtë te supporti, te ndihma qoftë në një web faqe ose kudo qoftë. Në jetën reale ne kemi njerëz që punojnë 24/7. Ato njerëz përgjigjen në mënyrë të ndryshme, në mënyrë pa unifikuar. Ne mund ta zaventësojmë atë me agent 24/7, do mund të servojmë shumë më shumë njerëz, do e marrin dijen nga që do ushqejmë nga ajo kompani, agenti do mund dale themi edhe si avatar, si njeri, ti përgjigjet dhe në këtë mënyrë kemi përgjigjet unifikume me tonin e kompanisë dhe ndihmojnë shumë miliona njerëz. Shembulli i tillë është Air India, para 2-3 viteve ka bërë revolucion, e kanë ndryshuar supportin, rreth 97% me sukses i kanë servuar miliona uzera dhe kjo është një revolucion i madh. Nëse kthehemi te kjo puna e dyqanit ton, aty mund kemi edhe më shumë agent, shembull ne e pyesim njërin agent, kemi agent specializuar që kërkon produkte, agent specializuar për lokacionin, për navigacionin dhe gjithë këto bashkëpunojnë, e bëjnë punën gati dhe na vinte ne na ndihmojnë me përgjigjen e tyre. Atëherë për dikë që është interesuar të eksperimentoj. Dakor, pra e di që ndoshta punë përsëritse në biznesin e vet, qoftë çolli biznesi, qoftë ai qoftë një dyqan, market i lagjes, ndoshta jo i lagjes domosdoshmërisht, sepse ndoshta dhe financiare e tij nuk e përballon, por një dyqan apo një biznes i madh do të kemi të rritet më tej dhe shikon të pamundur që me fuqi punëtore që ka rreth për qark, pra nuk e ka të mundur që të bëjë një punë me rendiment dhe me saktësi. Dhe thotë që më duhet ky model. Pra, mundet një kompani ta bëjë vetë, le të themi një agent AI ose ndoshta disa, sepse ndoshta është ideja e multi-agentëve dhe nevoja për orkestrimin e tyre, apo duhet të drejtohet le të themi në kompanitë vendase apo online. Pra, si është ideja? Është një bëje vetë, le të themi qasje, pra do it yourself, apo mund të domosdoshmërisht ka nevojë për. Po, faleminderit për pyetjen. Ekzistojnë dy qasje. Qasja që është no code, low code dhe qasja pro code. Nëse dikush që nuk është IT, don të eksperimentoj, po mundet me këto low code, no code solutions, me drag and drop,
mund të krijoj Pra diçka është mënyrë programimi pa kodim. pa Pra kodim, çdo kush me ka rëshqitje. si punë e puzzle-it, më të formoj thjesht logjikën e një agjente. Po, shembull është Copilot Studio. Me qartë. Mund të krijojmë themi zgjidhje, mirë po nuk janë zgjidhje afatgjate, zgjidhje të kalueshme, mund të harxojmë shumë kohë, disa ditë javë dhe në fund kuptojmë që nuk mund ndryshojmë më ta krijojmë prej fillimit. Pra ma mund të shërbej për të krijuar Për ta modelin. validuar idenë, Pra, po. për të kuptuar që funksionon kjo ide, dhe bën punë apo s'më bën punë. Dhe në momentin që ti e ke kuptuar që kjo të bën punë, pothuajse pa kosto minimale dhe atëherë mund të çfarë mund të bësh? Më mirë mund të kontaktohet një Kontaktoj. IT kompani që janë themi të profesionalizuar për çështjen e AI dhe të bëhet një pro code solution. Në qartë. Që të kemi kontroll më detajuar, më vonë të kemi edhe siguri më detajuar, të kemi skalabilitet, ta kemi gjithçka në A kontroll. mund ta lidh këtë pikërisht me atë që ti arsyeja jote pse ka ardhur në Shqipëri, se duhet ta thoja që në fillim themi të prezantimit tuaj, që ju jeni themi në shqiptar Maqedonie, me përvojë në Zvicër, në gjithë vendet e Bashkimit Evropian dhe mëtej, dakor, dhe këtë njohuri që ti ke mbledh në gjithë vendet e botës, po mundohesh që ta promovosh në gjithë viset shqiptarfolse. Dhe qëllimi juaj sot, që nga në Shqipëri, është pikërisht për të dhënë një trajnim më vonë, e ditës sotme, pikërisht për të trajnuar dhe për të rritur komunitetin e AI në Shqipëri. Ndoshta për ta sjellë pyetjen tani, që bëra një parantezë. Mendojnë që ky komunitet që mund të ngrihet, ndoshta dhe pa kosto, duke eksperimentuar me këto biznese, mund të ndihmojë për të testuar dhe për të bërë këto modele të funksionojnë në jetën e vërtetë në këto biznese që kanë nevojë sot për promovimin e agjendave të AI-t, dhe nuk e themi këtë sepse është diçka e mirë për të pasur, por është domosdoshmëri pikërisht për faktin që Shqipëria dhe po mundohet avash të bëhet gati për futjen e Bashkimit Evropian, por dhe sfidat do jenë shumë të mëdha që të përballet themi me kompanitë që janë sot në Bashkimin Evropian, që tashmë janë të optimizuara, tashmë përdorin agjente AI me radhë. Kështu që ne me një teknologji, me një qëndrim me teknologji se përdorin siç duhet, të vjetëruar, ndoshta nuk kemi pamundë të konkurrojmë. Ndoshta ky komunitet duke trajnuar ju dhe gjithë komuniteti i gjerë, mund të jenë student, mund të jenë të rinj që kanë dëshirë të mësojnë më shumë, mendoj që mund të jenë gati që të kontribuojnë pas, ndoshta dhe duke bërë këto prova ndoshta dhe falas pa pagesë për këto biznese. Po, faleminderit për pyetjen dhe për shtrimin e tezës në mënyrë më të gjerë. Realisht unë kolekt mi përgjithësi që kemi gërshetuar themi eksperiencat nga akademia, në përbot, në për themi konferencat mëdha të Microsoftit, ne lehtësisht mund të tregojmë shembuj më të mëdhej ku ka çfarë sfida ka pas, si janë të i kalu sfidat, po gjithkush nga ne që është në këto ujëra, realisht përveç punës që bëjmë, ne na takon edhe të ndihmojmë rrethinën ku jetojmë, që të krijojmë një të ardhme më të mirë edhe për ne, po edhe për kombin për gjithë. Për atë arsye, mendoj që kemi si detyrim ta japim këtë kontribut dhe kthehemi te komuniteti. Po, realisht gjithë ne kemi kaluar mjaft sfida që kemi arrit deri këtu. Mirë po në kohën tonë ka pas më pak mentor ose nuk ka pas hiç fare, ka pas më pak shembuj kush që si të ndiqemi, të ndihmohemi. Tash pasi ne kemi kuptuar se si funksionon bota jashtme, se si ndihmohen ato, edhe si ne mund të japim një kontribut për vendin tonë, mendoj që ky kontribut që ne mund ta bëjmë, ndoshta për ne nuk është atë kontribut i madh, është të ndajmë një kohë për komunitetin, mirë po ne mund ndihmojmë të rinjt që me një themi sugjerim, me një rekomandim mund të shpëtojmë mjaft kohë, mund t'i motivojmë, mund të sjellim sfida që të tjerë mos i kalojnë dhe gjithë kjo na bën bashkë më të fortë, se edhe ashtu jemi themi pakic themi në tregun botëror dhe ky bashkim mendoj që normalisht do na ndihmonte të gjithëve të japim, marrim nga njëri tjetri dhe bashkë të vazhdojmë themi drejt tregjeve jashtë. Nëse do i kthesha sërish të arsimit, akademisë. Meqenëse ju keni përvojën tuaj dhe ndoshta me të drejtë, ndoshta edhe ne tek projekti Eduferit kemi vënë re që disa gjëra duhet ndryshojnë. Çfarë mendon ti? Çfarë duhet ndryshojnë në sistemin akademik sot, në arsimin sotëm? Është i avashtë, është i shpejt, ka ca gjëra të mira që duhet mbajmë, ka ca gjëra që duhet ndryshojmë. Si mendon? Cila është ndjenja e shpejtë? Në mënyrë që ne të jemi konkurrues, le të themi në 4-5 vite, që mos më themi që bobosa vonë që jemi. Çfarë mund të bëjmë sot? Po, do ndalesha te arsimi i lartë, te arsimi akademik, ndryshime patjetër që na duhen, pasi themi nëse krahasohemi me AI ose shkencat në informatik, lëvizim mjaft me kohën. Arsimi është themi slowly changing dhe mendoj që fokus kryesor do të vendohet te akademia, spari të edukohen stafi akademik
për t'i shfrytzuar në mënyrë të mirë, racionale dhe në mënyrë responsible këto AI tools, që si mund t'i përdorim për avancimin, themi, për të krijuar kurse më interesante, për t'i modernizuar kurrikulat, se si mund të mbrohemi nga themi projektet që japin studentët, që të kontrollohemi i përdoret në mënyrë të duhur, dhe mendoj që patjetër duhet të kemi lëndë të reja sa më shumë, dhe në këtë rast na duhen lëndë për inteligjencë artificiale, generative AI, AI agents, këto mendoj janë më kryesore që duhet nisur patjetër, që ta stopojmë themi këtë pjesë që mbesim mbas, të fillojmë të ndryshojmë të paktën këto të rinj, t'i përgatisim për pak vite. Këto lëndë që janë të inteligjencës artificiale kryesisht, i duhet jenë pikërisht në programe që kanë të bëjnë me teknologjinë e informacionit, me programimin, me shkencë kompjuterike, apo në çdo lloj sektori, edhe në fushën e ekonomisë, edhe në fushën e shkencave sociale, pra në mënyrë pak më dëgjër. Secila fushë duhet patjetër të ketë themi edukim në themi normalisht në shkencat kompjuterike, po me fokus veçantë në inteligjencën artificiale. Pasi inteligjenca artificiale realisht transformon çdo fushë. Dhe secila fushë ka pakat mënyrën e vetë se si e ndikon, çfarë lekson, domethënë të pajtohem te secila fushë patjetër, mirë po te shkencat e informatikës, inxhinierisë duhet më detajisht, pasi realisht edhe gjithë ne që kemi mësuar programim, vite kemi harxuar, vjen koha kur ajo dia jon zaventohet për disa sekonda, domethënë na duhet një mënyrë mendimi më inxhinierik dhe të jemi në kap me ndodhit që ndodhin, që të mund t'i kapim ato, t'i përdorim dhe të bëjmë themi të ndihmojmë rrethinën. Dy mesazhe që do i përkonin përkatësisht një studentëve, tjetra themi drejtuesve të universiteteve apo institucioneve akademike. Për studentët e para është që të zgjedhin informatikë, sepse po mendohet që informatika tashmë do zvendësohet shumë shpejt nga inteligjenca artificiale, dhe kjo është nga frikat që njerëzit thonë që po kthehemi pas tek punë të themi manuale, punë të themi punë artizanale. E para kjo për studentët dhe e dyta është për vetë drejtuesit e institucioneve akademike. Është e kushtueshme le të themi të bësh një infrastrukturë le të themi mundësuese për të ofruar këto leksione, përveç se procedurës që duhet për vajtë në ministri për të aprovuar programet e reja apo lëndë të reja, po nga ana infrastrukturës, investimit, është investimi i madh që duhet për këto universitete apo është diçka modeste? Nisim nga ana universiteteve, realisht shumica universiteteve kanë bashkëpunim me Microsoftin, Microsoft for Education, Google for Education dhe ato kanë do benefite pa pagesë për studentët. Qoftë $100, Azure subscription ose diçka, domethënë infrastruktura nuk është bllokim. Qoftë edhe nëse kanë GitHub account, studentët me GitHub accountin mund t'i përdorin LLM-cat pa pagesë, vetëm që ta provojnë ta krijojnë idenë e tyre. Domethënë infrastruktura nuk e shoh si problem, problemat të mëdha shoh mënyrën e mendimit, mindsetin dhe të kemi atë fleksibilitet që të ndryshojmë për sfidat e reja, duke një stafi akademik që ketë vullnet normalisht patjetër që të hyjë më thellë te këto lëndë të reja dhe t'i përcjell ato dije te studentët, dhe qoftë edhe 2-3 lëndë në vjet të ndryshojnë, mendoj që është e patjetërsueshme që të kemi efekt sado qoftë i vogël te gjeneratat e reja, kurse për studentët sugjerim shumë i madh që përdoreni në mënyrë që t'ju ndihmoj, t'ju sqaroj, jo vetëm copy paste, por domethënë ta kuptoni esencën, ta keni si një bashkëudhëtar ku në çdo sekondë keni si një profesor i cili ju sqaron, ju bën që ju të kuptoni, të formoni mendsinë dhe përveç asaj studentëve ju kisha rekomandu të vazhdojnë me kurse pa pagesë, siç janë Claude Architect dhe plot kurse tjera pa pagesë nga Nvidia, nga Claude, nga OpenAI. Domethënë patjetër sikush nga ne duhet ta ketë atë edukim, atë dije dhe mos mendojmë se na u ndal programimi ose u zvoglo programimi mbaroi jeta, jo. Edhe shkencat e informatikës është një fushë e gjerë, ku ka plot punë për të bërë, po tash realisht mos bëhet puna aq e mërzitshme ditë ditën shkruajmë, kemi ndihmës i cili na jep një pjesë, ndihmësi tjetër një pjesë dhe krijojmë themi produkte më të mëdha, më interesante për më shpejt kohë, po puna vazhdon me intensitet më të madh. Studentët e rinj të vazhdojnë me informatikën, me programimin apo çfarë duhet të kenë fokus? Unë jam pro informatikës, fokus duhet të ketë mënyrat menduarit, algoritmet, mënyra si mendojmë të zgjedhim problemet, kurse gjuhët programuese nuk është themi fokus e mësoj një gjuhë. Ideja është nëse e kapim konceptin e programimit, e kemi atë koncept dhe ne kur do jemi inxhinier të mirë, kur do e dim se si programohet, se si punon, se si ekzekutohet në kompjuter, ne normalisht jemi shumë më të mirë
këtyre AI toolsave t'ju kërkojmë diçka që kur të prodhohet do jetë me sipas gjithë standardeve të mira. Për të ndalur drejt fundit tek ajo që ti e ke më për zëmër. Pra që teorinë ta bësh praktik. Ndoshta edhe tek akademia, dhe studentët do kenë më të lehtë të mësojnë përmes praktikës. Dhe praktik jo të bërë thjesht në kushte laboratorike, por praktik të bërë në kushte le të themi të sipërmarrjes, në kushte le të themi e sektorit le të themi të tregut aty jashtë. Dhe ndoshta adresojmë atë problemin që thamë më herët që sipërmarrjes shqiptare, të cilat s'kan mundësi ose janë skeptike ndaj teknologjisë, mund të jepet një mundësi, një shans atyre, një mundësi për të provuar teknologjinë. Agjentët AI, ndoshta me kosto të ulët ose ndoshta pa kosto fare. Mundet që këta student nga përvoja juaj nëse më doni gjithashtu, me njohuri që marrin në klasë, në shkollë, në bankat e shkollës, në bankat e universitetit, të aplikojnë këto njohuri themi në industri, apo duhet shumë përvojë se kaq? Pajtohem pyetje mjaft me vend dhe pyetje mjaft e freskët. Këtë semestër që tash mbaron, kisha lënë për inteligjencë artificiale dhe realisht e fokusova komplet te generative AI dhe agjentët. Dhe përveç pjesës teorike, punimit në klasë, kushdor, kemi krijuar aplikacione, edhe unë veti kam frymëzuar përdorni AI tools, krijoni idenë. Këto student tash në javët e fundit kanë arritur, shumica prej tyre kanë krijuar projekte të ndryshme me AI, me agents, me LLM, ku sikush zgjedh probleme të ndryshme. Ndonjë ka zgjedh problem në lidhje me transportin, ndonjë probleme në lidhje me krijimin e testeve, provimeve, materialeve interesante për lëndë. Domethënë kanë ardhur me ide të ndryshme, gjë që edhe më ka themi edhe surprizuar, po edhe për pak kohë, studentët e viteve të katërta kanë arritur sjellin mjaft produkte interesante. Si e kanë arritur gjithë këtë do pyeteni për shpejt kohë, duke i përdor AI toolsat dhe duke krijuar diçka më gjigante. Meqense ju keni premtuar që do ktheheni sërish në Shqipëri dhe do ofroni kontributin tuaj në mënyrë të qëndrueshme me trajnime, me aktivitete, me takime me bizneset, me akademinë, duke krijuar këtë komunitet më të gjerë jo vetëm në Shqipëri, por duke lidhur dhe Maqedoninë dhe Kosovën dhe me rast, kudo komuniteti ka nevojë dhe jashtë vizat jo shqiptare. Dhe ne këtu si komunitet shqiptar jemi të hapur për të kthyer këtë lloj shkëmbimi njohurish dhe ta ngëm këtë komunitet aty ku duhet. Kështu që shpresojmë të na vi sërish, por sigur që kemi disa sfida që duhet të trajtojmë dhe të shikojmë. Atë që thatë më herët, si mund të propozojmë infrastruktura të caktuar universiteteve që s'kan tashmë infrastruktura AI, që të fillojnë të trajnojnë me ato modele. Si mund të përdorin ato në mënyrë inovative, është shumë e rëndësishme, dhe si mund të krijojmë ndoshta programe dhe kurse jo vetëm brenda akademisë, themi që ato të krijojnë të rinj, të aftë, që nga bankat e shkollës që të trajnojnë vetë bizneset, por ndoshta dhe atë që ne quajmë themi mësim për gjatë gjithë jetës. Dhe profesionistë të ndryshëm që nuk janë domosdoshmërisht në fushën e informatikës, kryesisht ato që ne kemi si SciDev, si themi organizatë që mbrojmë themi të drejtat dhe promovojmë të drejtat e grave në fushën e teknologjisë, që dhe gratë themi të jenë dhe vajzat të jenë pjesë e këtij themi divizie të përbashkët, dhe të ndihmojmë gjithë shoqërinë shqiptare kudo që ndodhet, dhe të kemi mundësi le të themi që me ky takim i sotëm për të tjera në vazhdim të rrisin ndërgjegjësimin, po jo vetëm të ndërgjegjësimit, të rrisin mundësinë e zbatimeve praktike në jetën e vërtetë, themi jetën e përditshme të bizneseve, organizatave të ndryshme dhe qytetarëve themi shqiptar kudo që ndodhen. Kështu që shpresoj të kemi sërish, nuk e di pyetja e fundit, nuk e di nëse lash diçka pa përmendur, diçka që do doje të theksoje që duke përmendur? Po, së pari falenderim. Ideja është që ne japim hapin ton, e bëjmë hapin ton, mundohemi themi të japim kontribut, ne presim të njëjtin motivim themi edhe nga komuniteti, ai do jetë shtys për ne që ne të marrim energji të vazhdojmë më tutje dhe normalisht gjithë bashkë bëhemi më të fortë në aspektin që teknologjitë që folëm deri tash. Kjo është në përgjithësi më. Faleminderit për këtë. Shpresoj që gjuha shqipe të jetë më e fortë themi në botën e AI-t dhe ky komitet të jetë një nga gurët e themelit për ta forcuar gjuhën shqipe dhe vizat shqiptarfolse të jenë një gur themeli kontribues tashmë në zhvillimin e teknologjisë AI, por kryesisht në zhvillimin e ekonomisë dhe shoqërisë shqiptarfolse këtu i ndodhet. Inteligjencën e kemi, na mungon vetëm puna dhe bashkimi, duke parë se çfarë ndodh në Evropë ose me kompani ndryshme, themi trajnime ndryshme. Besimin e kam, jam i bindur që kemi mjaft inteligjencë, veç na nevojë të pak më shumë punë, bashkim në këtë sferë dhe rezultatet patjetër do i kemi.
duke falendëruar Fisnikun për shpirtin e tij fisnik, që kontribon themi në një pikërisht qasje të ngritjes së një komuniteti AI mbar shifratorës. Këtu përfunduam së bashku, shpresoj të shihemi sërish dhe pres të jenë në kontakt me ju, në lidhje me juve për çdo iniciativë që keni, për të parë mundësinë se si mund të japim kontributin ton dhe vërtet të japim një shtyt më tej shoqërisë shqiptare në gjitha në prizmat e veta. Faleminderit.